Qyteti më i gjelbër dhe më i pastër në Shqipëri përmeti përshkohet nga një energji pozitive që ndjehet në ajër nga të gjithë turistët. Qyteti i trëndafilave, siç njihet ndryshe, është i rrethuar nga malet, lumenj dhe peizazhet mahnitse përgjatë Vjosës. I njohur për muzikën popullore, recetat e shijshme, veçanërisht glikoja dhe historinë e pasur, të vizitosh përmetin është si të udhëtosh përmes mrekullive të natyrës. Qyteti është sa i lashtë aq dhe i ri, brenda kontureve dhe shpirtit të qytetit, sa real aq dhe metaforik, gjallojnë vlera dhe bukuri të paçmuara si besa, urtësia, paqja dhe liria, guximi dhe trimëria, toleranca dhe mikpritja, kultura dhe mençuria, cilësi e virtyte që janë gdhendur në shekuj. Qyteti 500 vjeçar që i lag këmbët në ujërat e Vjosës dhe kryet i mbështet në shpinën e malit të Dhëmbelit, shtrihet në një sipërfaqe të vogël që së bashku me rrethinat shkon deri në 929 km2. Në antikitet, kjo zonë njihej me emrin Trifilia, pjesë e rajonit Melotid. Sipas legjendës, qyteti ka marrë këtë emër nga heroi i kohëve të lashta, i quajtur Premt, i cili për të mos rënë gjallë në duart e armiqve u hodh nga guri i qytetit, një shkëm në afërsi të qendrës. I gjelbëruar si asnjë qytet tjetër me një strukturë urbane të patjetërsuar qysh nga viti 64, por e projektuar 200 vjet më parë nga inxhinieri kalabrez që njihet si Mulla Sulejmani, është unik për vlerat e tij. Në fund, përmeti mund të konsiderohet si një mozaik i artë në kulturën tonë shekullore.